emra, lidhje, evidenca, kompani dhe denoncime ngren dyshime të forta se Belind Kolliçi e ka zhndërruar FRPD në organizatën më të madhe me natyrë kriminale të mashtrimit përmes call centerave në Shqipëri, përveç Luis Hoxhës, lidhjes së Andi Fosës, që u zhvati 30 milion euro qytetarëve gjerman përmes call centerave, dhe doktorit të call centerave Klaus Shaqiri. Disa lidhje të tjera të Belind Kolliçit në FRPD dalin në biznesin kriminal të call centerave. Ardit Bënja, lidhje e Belind Kolliçit, është kryetari i FRPD-s në Kuçov. Emri i tij shfaqet në rrjete kriminale të mashtrimit me call centera, deri tek përfitimi i fondeve të bujqësisë nga ZBR-ja në konflikt interesi. Për të ndërtuar një stav lopësh, Bënja ka kontaktuar për projektin Ylliagon. Projekti, përmes të cilit Ardit Bënja mori 150.000 euro, u shqyrtua dhe u miratua nga vajza e Ylliagos, Ana Ago, e cila në ZBR ban postin e inspektores pranë drejtorisë së përzgjedhjes dhe pranimit të projekteve. Fation Bathorja është një tjetër antar i grupit të rinjve të Belind Kolliçit me call centera. Bathorja i ka kamufluar grupet e call centerave me kompaninë Pro Progress SHPK, në cilën është administrator dhe zotron 100% aksioneve. Për të mos të rrequr vëmendjen e autoriteteve, ai e ka kthyer kompaninë në pikë valutore. Sipas një informacioni operativ, Bathorja i pastron parat me kompaninë HTS Hospitality and Tourism Services SHPK, me zyra pranë pallatit ku banon Sali Berisha. Ermir Gjeta, me precedent penal, një nga lidhjet kryesore të Belind Kolliçit, ka grumbulluar miliona euro përmes skemave të mashtrimit me call centera. Gjeta, pjesë e FRPD-s, aktualisht e ka ndërprerë veprimtarinë kriminale, ndërsa po pastron parat e aktivitetit të mëparshëm kriminal në biznese, si dhe me disa kompani si Traffic Public Bar, Dentur Albania, Dentur Communications, Bianca Hotel, Dentur Laboratory e të tjerë. Në mbledhjen informale të qeverisë më 13 shkurt të këtij viti, Edi Rama njoftoi pranimin e dorëheqjes së sekretarit të përgjithshëm të kryeministrisë Ngjella Gaçi, duke deklaruar se ai largohej për arsye shëndetësore që i pamundsonin vijimin e detyrës. Largimi ndodhi menjëherë pasi Ngjella Gaçi doli nga SPAK, u mor në pyetje për rreth 3 orë si person nën hetim për inceneratorët dhe aferat e tjera të firmosura gjatë ushtrimit të detyrës. Hetimi zhvillohet në një moment kur SPAK dhe BKH kanë intensifikuar veprimet pranë institucioneve qendrore. 2 ditë para këtij vendimi në hyrje të kryeministrisë u shfaq një furgon dhe një grup personazh që ngarkuan dosje të shumta dhe i larguan nga godina. Pamjet filmike tregojnë persona që transportojnë dosje dhe dokumente me shpejtësi drejt mjetit. Largimi i dokumenteve në këtë moment ngre pikpyetje për përmbajtjen dhe destinacionin e tyre. Dokumentet u nxorën nga selia e kryeministrisë 2 ditë para largimit të Agaçit. Ky fakt shton dyshimet mbi lidhjen mes veprimit administrativ dhe hetimit penal në zhvillim. Pyetjet që shtrohen janë konkrete: a kishin lidhje këto dosje me veprimtarinë e sekretarit përgjithshëm, a përmbanin ato akte, urdhra, vendime apo projekt ligje që mbajnë firmën e kryeministrit dhe të sekretarit përgjithshëm? Çdo dokument ekzekutiv dhe çdo projekt ligj që qeveria paraqet për votim në parlament kalon përmes procedurës së firmosjes nga sekretari i përgjithshëm dhe miratimi nga kryeministri. Për këtë arsye çdo hetim mbi aktet qeveritare prek drejt për drejt zinxhirin institucional të vendimmarrjes. Sipas informacioneve të siguruara nga pamfleti, dosjet e veprimtarisë së qeverisë prej më shumë se një dekade nuk janë dorëzuar rregullisht në arkivën e shtetit siç kërkon ligji për arkivat. Ligji parashikon dorëzimin periodik të dokumentacionit zyrtar. Nëse dokumentet janë mbajtur në ambiente të brendshme dhe jo në arkivën shtetërore, atëherë lind detyrimi për sqarim institucional. Ngarkimi i dosjeve në furgon më 13 shkurt të këtij viti nuk rezulton të jetë shoqëruar me njoftim publik për transferim në arkivën e shtetit. Institucionet përgjegjëse duhet të sqarojnë destinacionin dhe bazën ligjore të këtij veprimi. Ngjarjet ndodhen në një moment kur BKH hyri në selinë e kryeministrisë për të marrë dokumente në funksion të hetimeve. Hetuesit u afruan pranë zyrave drejtuese të institucionit. Ky kontekst e bën të domosdoshëm një sqarim zyrtar mbi lëvizjen e dokumenteve. Nëse arsyeja e largimit të Ngjella Gaçit është shëndetësore, siç deklaroi kryeministri, kjo mbetet çështje personale, por fakti që largimi ndodhi paralelisht me veprime intensive hetimore dhe me zhvendosje dokumentesh kërkon transparencë të plotë institucionale. Në rjoll të Velipojës, banorët akuzojnë strukturat e shtetit për ndërhyrje policore, refuzim informacioni dhe devijim hetimesh lidhur me 150 hektar tokë shtetërore dhe private. Ata kundërshtojnë vendimet e institucioneve që kanë kaluar kallëzimet nga SPAK në prokurorinë e Shkodrës dhe që kanë rrëzuar kërkesat për pezullim punimesh. Në qendër të akuzave qëndrojnë Bashkim Ulaj dhe Fatmir Zenel Shpellzaj, për të cilët kërkohet hetim penal për dokumente pronësie të dyshuara si të falsifikuara. Lidhur me tokat në Baks Rjoll të Velipojës, banorët pretendojnë ekzistencën një skeme bashkëpunimi mes institucioneve të drejtësisë dhe policisë së shtetit me qëllim mbrojtjen nga përgjegjësia penale të zyrtarëve të përfshirë në procesin e pronësisë dhe ndërtimit të resortit. 4 zhvillime konkrete shoqërojnë këtë situatë. Prej 2 javësh, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ilir Proda ka dislokuar forca të shumta policie në fshatin Rjoll Velipojë.
Banorët deklarojnë se policia ka ndërhyrë për shpërndarjen e protestave kundër ndërtimit të resortit. Drejtuesi i SPAK, Lodian Braho, ka kaluar për kompetencë në prokurorinë e Shkodrës kallëzimin penal të depozituar nga banorët e Rjollit. Një javë pas këtij vendimi, gjykata administrative rrëzoi kërkesën e banorëve për pezullimin e punimeve të nisura nga Bashkimi Ulaj. Kadastra e Shkodrës sipas banorëve nuk u ka vënë në dispozicion dosjen e plotë të pronësisë së tokave ku po ndërtohet resorti. Banorët e Rjollit akuzojnë gjyqtar të Shkodrës dhe drejtues të Komisionit të Kthimit Pronave për njohjen dhe dhënien e 150 hektarëve tokë shtetërore dhe private në favor të shtetasit Fatmir Zenel Shpellzaj përmes dokumenteve që ata i konsiderojnë të falsifikuar. Sipas të dhënave publike, Fatmir Zenel Shpellzaj mban funksione politike në nivel vendor dhe është antar i Këshillit Bashkiak në Malësi të Madhe. Ai përmendet nga banorët si përfituesi drejt për drejt i vendimeve të kontestuara të pronësisë. Banorët kërkojnë hetim penal për zinxhirin e vendimmarrjes që ka çuar në njohjen e pronësisë mbi 150 hektar tokë, si edhe për rolin e institucioneve që kanë trajtuar çështjen. Ata shtrojnë 3 pyetje drejtuar SPAK. Përse nuk hetohet në nivel qendror skema e dyshuar e përfitimit të 150 hektarëve tokë shtetërore dhe private me dokumente të kontestuara? Përse nuk verifikohet zinxhiri administrativ dhe gjyqësor që ka miratuar këto akte pronësie? Përse kallëzimi i banorëve u kalua për kompetencë në prokurorinë e Shkodrës, kur ata pretendojnë se kemi të bëjmë me veprimtari të organizuar dhe me interes publik të lartë? Çështja e Rjollit tashmë nuk lidhet vetëm me një resort turistik. Ajo lidhet me mënyrën se si institucionet reagojnë ndaj denoncimeve për pronë shtetërore, edhe me standardin e hetimit penal në raste që përfshin sipërfaqe të mëdha toke dhe vendime administrative të kontestuara. Sot, Federata Shqiptare e Futbollit zhvillon zgjedhjet. Garë për president nuk ka, sepse Armand Duka nuk ka rival. I fundit që donte t'i merrte postin, vdiq. Ai do të zgjidhet unanimisht me 83 vota, por për karrierën e tij presidenciale, që fillon me erëzenin e Shijakut, do të flitet herën tjetër. Zgjedhje reale me votim do të bëhen për Komitetin Ekzekutiv të FSHF-s, që është organi më i lartë kolegjial, i cili merr vendime gjatë periudhave mes dy asambleve. Ai zgjedhet nga Asambleja e Përgjithshme dhe përbëhet nga 11 antar. Aktualisht deri sot, ky komitet ka Armand Dukën, president, Lutfi Nuriun, zëvendës president i parë, Arban Dervishajn, zëvendës president i dytë dhe 8 antar të tjerë. Përveç presidentit të paprekshëm, të tjerë do të konkurojnë. Mes tyre sërish Arben Dervishaj, një personazh i përmendur për afera në sektorin e drejtësisë, që kalon si hije në sektorin sportiv. Kandidati Dervishaj në hijen e Dukës spikat jo për vizion sportiv apo kontribut në fushën e futbollit, por për një realitet që shkon përtej sportit, përballjen me drejtësinë. Emri i tij u diskutuar shpeshherë kur doli në aferën e inceneratorëve, i jetuar nga SPAK, i arrestuar, i pandehur, i izoluar në IEVP Durrës, i liruar nga burgu prej GKK-s dhe apelit të saj për akuza të rënda penale që do të vulosen ose jo nga gjykata e lartë. Ai rikthehet në tribunën e sportit më të dashur të shqiptarëve me një njoll në biografinë e tij. Armand Duka nuk pyeti për reputacionin e FSHF-s kur e mbajti zëvendësin e tij të burgosur ende në post, ashtu si Edi Rama zëvendësen e tij. Ndoshta të dy e dinë që zëvendësat i kanë të pafajshëm apo kanë ndonjë hall tjetër në lidhje me ta. Në rastin e FSHF-s, dilema e fortë morale për pastërtinë e figurave që e drejton futbollin shqiptar nuk duhet ekzistojë. A mundet një federatë sportive të ketë besim publik kur në strukturat e saj kandidon një figurë që vijon të jetë në hijen e një procesi penal? Arben Dervishaj, si hije e Armand Dukës, ka një arsye që është pranuar prej këtij të fundit. Teknikat e biznesmenit Dervishaj në bërjen dhe kullufitjen e parave të projekteve që lidhen me ndërtimin i bëjnë punë FSHF-s. Aktiviteti profesional i ustajit të futbollit Dervishaj është i gjerë. Ai rezulton i lidhur me disa entitete si person fizik me NIPT M02 21 60 16 T, si administrator i shoqërisë Ave Consulting me NIPT K81 32 1002 M, apo i subjektit Arameras me NIPT J61 90 11 39 K. Pikërisht përmes Ave Consulting, shoqëri që kishte marrë përsipër shërbimin e mbikëqyrjes së punimeve për projektin e inceneratorit të Fierit, Arben Dervishaj u mori pandehur nga prokurori i SPAK Dritan Prençi. Mjeshtri i Dervishaj ishte mbikëqyrësi i koncesionarit që ndërtonte inceneratorin. SPAK e akuzoi për këtë veprimtari mbikëqyrëse, por në kaosin e akuzave për falsifikim dokumentesh, korrupsion pasiv në sektorin privat, shpërdorim detyre dhe korrupsion pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike, Dervishaj arriti të konfuzonte hetimin dhe të shpëtonte përkohësisht duke i rrëshqitur procedurës. Por afera penale e inceneratorëve mbetet aty, me fakte serioze që nuk fshihen dot për të shqyrtuar në themel nga drejtësia. Afera e inceneratorëve, përfshir atë të Fierit, është një nga dosjet më të bujshme të viteve të fundit, ku mjeshtri Dervishaj thellse ka miratuar situacione për punime fiktive me përfitime në vlerën rreth 4 milion euro për shoqërinë koncesionare.
ose ndoshta janë përdorur për të blerë influencë në FSHF, nuk është vërtetuar. Megjithatë, në një shtet normal, vetëm fakti i hetimeve që kreu spak ndaj Arbender Vishajt, arrestimi dhe burgosja e tij nga drejtësia ere, do të mjaftonte për të ndezur një debat të gjerë publik mbi standardet që duhet plotësojnë kandidatët për poste drejtuese në organizata sportive si FSHF. Si mundet një figurë që ka kaluar në këtë fazë të drejtësisë të shihet njëkohësisht si e përshtatshme për drejtuar një institucion sportiv? Arbender Vishaj kërkoi pafajësi si i papërlyer nga afera e inceneratorëve, duke pretenduar se ai nuk kishte kryer asnjë vepër penale, me që ishte subjekt privat. Në fakt, çdo person konsiderohet i pafajshëm derisa të provohet e kundërta, por debatet për FSHF-n dhe drejtuesit e saj nuk mund të mbeten vetëm në suazën juridike, ai është etik. Institucionet sportive nuk janë të detyruara të presin një vendim penal të gjejë rrugën e pafajësisë në të gjitha shkallët e gjykimit për të vendosur standarde integriteti. Besimi publik nuk është një detyrim që lind pas dënimit, ai duhet ekzistojë paraprakisht, sepse sporti në thelb është model shoqëror. Futbolli nuk është vend riabilitimi reputacionesh, sepse federatat nuk administrojnë vetëm gara, ato administrojnë besimin e tifozëve, imazhin e vendit dhe edukimin e brezave të rinj. Kur një organizëm i tillë hap dyert për kandidatë që përballen me akuza për korrupsion apo falsifikim dokumentesh, mesazhi që jep është i papranueshëm. Integriteti del dytësor, reputacioni bëhet çështje relative, pushteti institucional bivendoset mbi moralin publik. Jo, futbolli shqiptar ka nevojë për figura që e rrisin besimin, jo për emra që e vendosin atë në provë. Ligji, statutet, rregulloret mund të mos parashikojnë përjashtime në rast të aferash, por besueshmëria që duhet të kenë personat në drejtimin e emocioneve të shqiptarëve, po, FSHF nuk mund të jetë një stre e vendimeve penale të formës së prerë, as e kulisave që blenë influencë dhe vota, por që në tribunën e sportit më të dashur të shqiptarëve, FSHF nuk mund të rrezikojë një humbje morale që nuk matet me vendime penale. Humbja e besimit publik te qeverisja e futbollit ishte një goditje fatale për vetë besimin e sportazhëve shqiptar, të cilët mund të gëlltisin dukën edhe për një mandat, por jo dervishët e tij. Një hetim i thelluar i Le Monde het dritë mbi mënyrën se si Senegali është ndërruar në një hall kyçe të rrugës së re të trafikut të kokainës drejt Evropës, e njohur si Autostrada 10. Kjo rrugë detare, që ndjek paralelin e 10 verior, po përdoret gjithnjë më shumë nga rrjetet kriminale ballkanike për të transportuar drogë nga Amerika Latine në portet evropiane. Në qendër të këtij sistemi qëndron porti i Dakarit. Sipas hetimit, lidhjet e drejtpërdrejta detare me vende si Spanja, Belgjika dhe Franca e bëjnë këtë port një platformë ideale logjistike për trafikantët. Një kontejner që mbërrin nga Senegali në Evropë ngjall më pak dyshim se sa një ngarkesë direkte nga Brazili apo Kolumbia, duke i dhënë rrjetit një avantazh strategjik. Hetimi zbulon se të paktën 1/3 e kokainës që konsumohet sot në Evropë kalon tranzit nëpër Afrikën Perëndimore. Kjo zhvendosje e rrugës tradicionale lidhet me forcimin e kontrolleve në portet e Amerikës Latine dhe Evropës, si dhe me shpërthimin e prodhimit të kokainës që prej viteve 2010. Një burim kyç për hetimin ishte zbërthimi i komunikimeve në aplikacionin e koduar Sky ECC nga policia franceze. Më shumë se 1 miliard mesazhe të shkëmbyer mes trafikantëve u analizuan, duke nxjerrë në pa detaje mbi operacionet, korrupsionin dhe koordinimin ndërkombëtar. Në një prej mesazheve thuaj: "Vëlla, atje lart në Senegal, ne kemi lidhje të mira." Një frazë që sipas gazetës ilustron nivelin e depërtimit të rrjeteve kriminale në strukturat vendase. Sipas shkrimit, shqiptarët e përfshirë në këto rrjete luajnë rolin e koordinatorëve në terren. Ata monitorojnë situatën politike dhe gjyqësore në Senegal, si dhe lëvizjet e forcave të rendit për të përshtatur me çdo ndryshim. Ky sistem pikëqyrjeje u lejon trafikantëve të zgjedhin momentin më të favorshëm për të lëvizur ngarkesat. Metodat e përdorura janë të sofistikuara. Droga fshihet në kontejner me mallra të zakonshme si kakao, banane, ananas apo çimento. Zinxhiri i furnizimit korruptohet në disa nivele, ndërsa koordinimi bëhet në distancë nga Ballkani. Një moment kyç në zbardhjen e kësaj skeme ishte sekuestrimi në qershor 2020 i një toni kokaine të pastër në portin e Antwerpit. Droga ishte fshirur në një ngarkesë kakaoje që vinte nga Sierra Leone dhe kishte ndjekur të njëjtën rrugë tranziti nëpër Afrikën Perëndimore. Hetimet shuan tek Radosh Viker, i cilësuar si drejtuesi i klanit malazez Cavac, për cilin ishte lëshuar urdhër arresti ndërkombëtar. Ekspertët theksojnë se Afrika Perëndimore ofron kushte të favorshme për trafikantët, institucione të dobta, nivele e korrupsioni dhe kontrolle të kufizuara portuale. Vetëm rreth 2% e kontejnerëve inspektohen në rajon, ndërkohë që mbi 11 milion kontejner kalojnë çdo vit nëpër portet e zonës. Sipas analizës së Le Monde, rruga afrikane pritet të bëhet në të ardhmen e afërt korridori kryesor i trafikut të kokainës drejt Evropës. Në këtë sistem transnacional bashkëpunojnë mafia ballkanike, Ndragheta italiane dhe Primeiro Comando da Capital, duke krijuar një aleancë kriminale me shtrirje ndërkontinentale. Senegali, me portin strategjik të Dakarit dhe praninë e provuar të këtyre rrjeteve, shfaqet kështu si një nyje qendrore në autostradën 10, një korridor i ri që po riformaton hartën globale të trafikut të drogës.
Vendimi i Departamentit Amerikan të Shtetit për të vendosur nën monitorim kullat, tenderet dhe projektet strategjike deri më 28 mars 2026 nuk është thjesht një lëvizje formale diplomatike, por një sinjal i drejtpërdrejtë se modeli i shpërndarjes së kontratave publike në Shqipëri është në vëzhgim, të detajuar financiar nga partnerët. Në fokus nuk kanë vetëm kompanitë përfituese, por mënyra se si janë ndërtuar projektet, si janë hartuar specifikimet teknike dhe se si janë përshpejtuar procedurat për zhvillime me vlerë dhjetra dhe qindra milion euro. Në këtë kontekst, vëmendja vendoset tek roli i ndërmjetësve të padeklaruar që lëviznin mes administratës dhe biznesit, figura që nuk shfaqen domosdoshmërisht si përfitues real, por që sipas burimeve kanë ndikim në fazat paraprake të projekteve, në koordinimin me institucionet dhe në orientimin e procedurave drejt zhvilluesve të caktuar. Sot do të ndalemi në një nga figurat që përmendet si middleman mes administratës dhe biznesit, emri i të cilit shfaqet në projekte me vlera të larta dhe në kontrata publike me ndikim të drejtpërdrejtë në territor. Erind Beleri është një emër që shfaqet vazhdimisht në projektet urbane me vlerë të lartë në Tiranë, nga rikoncepte publike deri te kulla shumë katëshe që kalojnë në filtrin e Agjencisë së Zhvillimit të Territorit dhe strukturave të planifikimit urban. Kompania e tij, Son Engineering and Construction, ka përfituar sipas të dhënave të publikuara në media dhe në regjistrat e prokurimeve rreth 450 milion lek tender nga Bashkia e Tiranës brenda një periudhe 4 vjeçare, përfshir projektin e kopshtit zoologjik dhe projekte të rindërtimit. Sipas burimeve nga organet ligjzbatuese, emri i Belerit është përmendur në dosjet e përgjimeve të antimafias italiane për Ndragetan, ku diskutohej për një kompani projektimi me akses të drejtpërdrejtë në tender dhe në leje ndërtimi në Shqipëri. Identifikimi përfundimtar i personave të përfshirë mbetet kompetencës pak, por përmendja e kompanisë së tij në atë kontekst e vendos atë në një zonë me ndjeshmëri të lartë hetimore. Burime për pamfletin brenda sektorit të ndërtimit shprehen se Erind Beleri konsiderohet një nga figurat që vepron si ndërmjetës mes AZT-s, strukturave qeveritare dhe zhvilluesve privat të lidhur me grupe kriminale dhe individ të skeduar për pastrim parash, duke u shfaqur në fazat e hershme të projekteve që më pas marrin status strategjik apo trajtim të përshpejtuar administrativ. Sipas burimeve, sekseri Erind Beleri ushtron ndikim të paligjshëm në proceset vendimarrëse përpara se të hyjë zyrtarisht në projekt përmes kompanisë së tij Son Engineering and Construction. Gjithashtu në projektin e Ekoparkut, ku tenderi prej 18.5 milion eurosh u dha përmes një procedure me negocim, pa garë të hapur, dhe më pas u nënkontraktua për 6 milion euro te kompania Artcon e Denis Ymerit, kompania holandeze Casanova Hernandez Architects e përfshirë në projektim, rezulton të ketë bashkëpunime në Shqipëri me kompani të afërta me institucionet publike. Ndërto edhe Son Engineering, krahas kësaj burime konfidenciale kanë pohuar nisjen e një hetimi të thelluar që përfshin edhe Erind Belerin në dosjen për Ekopark. Investigimi Inside Story raportoi se në korrik 2024 një grup kompanish të lidhura me ish drejtuesin e Akshit, Daniel Shima, mori leje për ndërtimin të një kulle 16 katëshe në Tiranë, ku trulli rezultonte në pronësi të shoqërisë Alu Glas, ndërsa përfaqësimi për procedurën e marrjes së lejes u krye nga Son Engineering and Construction, kompania e Erind Belerit. Në reagimin e saj publik, kompania deklaroi se ofron vetëm shërbime projektimi arkitektonike dhe se nuk u ndërmjetëson për leje ndërtimi. Megjithatë, investigimi ngriti pikpyetje mbi rolin e Son në këtë proces dhe tregon se ajo shfaqet si pjesë e një rrjeti firmash që kanë siguruar leje për projekte shumëkatëshe në periudhën 2021-2025. Nëse auditimi i paralajmëruar nga Departamenti Amerikan i Shtetit do të hyjë në thelbin e mekanizmave financiar dhe institucional që kanë shoqëruar kullat, tenderet dhe PPP-t, atëherë do të duhet të analizohet jo vetëm rrjedha e parave dhe kontratave, por edhe roli i personave që kanë qenë të pranishëm në fazat kyçe të projektimit dhe ndërmjetësimit. Hetimi pritet të hedhë dritë jo vetëm mbi kontratat dhe procedurat, por edhe mbi marrëdhëniet që kanë shoqëruar këto projekte në përpasken, përfshirë lidhjet e Erind Belerit me zyrtar qeveritar dhe praninë e tij në zhvillime urbane, me ndikim të lartë financiar dhe territorial. Vion.